Në katin e 2 të Muzeut të Vlorës, aty ku 100 vjet më parë Ismail Qemali mblodhi qeverinë e parë shqiptare, janë ulur sot ministrat e kabinetit Berisha. Në fjalën e tij, shefi i qeverisë është përpjekur të flasë me të njëjtat tone si Ismail Qemali, duke kërkuar bashkimin e shqiptarëve, e më pas bashkimin e vendit tonë me familjen europiane. Ndërsa është kujdesur të theksojë se mes Shqipërisë dhe Kosovës nuk do të ketë kufi në të ardhmen. Berisha shpreu dhe gatishmërinë për të bashkëpunuar me opozitën e për të votuar 3 ligje të rëndësishme, të cilat janë kusht për marrjen e statusit të vendit kandidat, ndonse nuk ka përmendur ndonjë zgjidhje konkrete për çështjen e Fierit që mban pezull këto ligje. Nga Vlora, Berisha prezantoi edhe një nisëm të re në kuadër të 100 vjetorit, që synon hartimin e një ligji për t'i dhënë shtetësinë çdo shqiptari kudo që ndodhet. Ai që dëshon të marrë shtetësinë shqiptare do ta marrë, dhe ky ligj do të jetë nisma e 100 vjetorit në 100 vjetorin e kësaj qeverie. Ndërkohë Berisha nuk kurseu as falenderimet për të gjithë ata të cilët ju bashkuan festimeve në 28 nëntor në Vlorë dhe Tiranë, duke theksuar se mbështetja ndërkombëtare për këtë jubilej të shtetit shqiptar ishte shumë e madhe.